Savo Milošević, futbollisti legjendar serb dhe ish trajneri i Partizanit të Beogradit, ka shpërthyer në kritika ndaj presidentit Aleksandar Vučić dhe politikës së SNS-s. Jam 52 vjeç dhe nuk mund të jem politikisht korrekt, as nuk më intereson nëse fjalët e mia do ta lëndojnë dikë. Nëse kam vendosur tashmë të flas, atëherë le të jetë kështu. Le ta themi troç, ne nuk kemi një shtet të quajtur Serbi, edhe sot dua t'u them të gjithë qytetarëve të Serbisë, nuk kemi më asgjë, ne nuk i dim prioritetet kombëtare, rrugën, kush janë elitat tona politike, unë i njoh të gjithë, ata mendojnë vetëm për veten e tyre, jo për popullin. Është mirë që njerëzit të zgjohen, të jenë rebel, pas të gjitha viteve të letargjisë dimërore, tha Milošević. Ai nuk u ndal me kaq pasi e akuzoi Vučićin se pas 13 viteve në pushtet u ka mpir truri serbëve, por theksoi se ka të rinj që duhet ta çojnë përpara revolucionin e nisur me protestat pas tragjedisë në Novi Sad. Gjendja e letargjisë po kalon, është shfaqur një brez që thotë nuk do ta bëjmë më. Ishte e vështirë ta zgjonin popullin, tani të rinjt i kanë ngritur të tjerët. Çështja është se si do të vazhdojmë. Fatkeqësisht, çdo brez është i detyruar të ketë revolucionin e vet. Është e trishtueshme që populli po zgjohet dhe elita politike është ende në një gjendje letargjie. Nuk e kam parë kurrë këtë gjë askund në botë, që të mos kemi një elitë politike me një program turp, u shpreh mëtej Savo Milošević. Sa kaq historia e konfliktit të tij dhe Vučići daton që nga viti 2004, kur Milošević ishte ende një lojtar aktiv. Si antar i Partisë Radikale Serbe, Vučići mbrojti Tomislav Nikolićin, presidentin e atëhershëm të partisë, por Miloševićin atë kohë mbështeste Boris Tadić dhe në një moment i tha se po gënjente.